Zotë Bezi, që të ashtrojmë pyetjen kështu? A i nalë sot antari i Këshillit Prokurorial? Kur do të shoftaj? A mundet me i nalë prokuror special me jetu një rast? Po s'mundet me i nalë. Me dash prokurorët, e kryin punën e vetë, përputhje me mandatin e vetë, ligjor dhe kushtetues që e kanë. Nuk zgjidhet problemi nëse na i bojmë pej 13-7. Nuk është problemi aty, problemi është i qasjes ndaj sistemit. A dhe në shrinol dritën, praktika në Këshill Prokurorial. E keni pas që prokuror që kanë pasit integritet dhe për cilë të raportu vazhdimisht edhe për rastet të caktuar të suksesshme. Në momentin që s'janë në linjë me ta, i vendosin 100 procedura. E shqiptojnë një mos disiplinore që i andalojnë masanej krejt avancimin. Dhe tjetra, në ato raste ku ka pas skandalet publikune për prokuror të caktuar. Këta s'kan ndërmarrë asnjë veprim për me mbajt llogaridhënës një prokuror të caktuar. Çka po du me thonë unë? Je konë edhe vetë në këtë taborin e shoqërisë civile dhe e mon men shumë mirë se vite tona janë shku të marrë me qëtë sistem prokurorial. Po, nuk është problemi numrit të antarëve aty. Jo, problemi është mënyra që shkanë qeverisë. Kjo korporatizmi që e përmenëm dhe i qëtarë që po nga kalëzën edhe me definicion besniku. Jënë 10 njerës që në njëjtën kohë, që 10 vjetë jënë të sjellë që aty, i kitë riciklun. Çfarë amni vëdojmë në gjithë tjetër? Qëre, ne duhet me motë e ke fundi që nuk përflasën për amnat përveçëm së debitim. Unë e përmena një, sepse s'ki qare pa u sjellë për njerës edhe me qenë konkret. Se ne edhe me kushtetut e kemi, edhe me ligje e kemi që prokurorët është bukur fështirë, veç nëse bëjnë shkelje, kështu se për ndryshe mandatë i tyne kur tynë nëse... Po këta i kemi, e din që kemi bo debat shumë shpesh, këta e në qast pavarur, sa që s'ka pos asë një form tjetër të llogaridhonjes, po mekanizmat më rana s'kan funksionu, dhe këtave që kanë mbrojt njëni tjetërin. Po prandaj ne duhet me shkyrë në nuancat të ligjeve, në mundësi që mos me mujt njerëz shumë gjatë me majtë funksione ekzekutive, që u dheqin ato politikat e mrenshme të Këshillit Prokurorial. Për ndryshe, nuk i shkon, shumë e thonë, pse ky njeri gjithkund është, nëse dikush është i mirë në funksione e prokurorisë, pse të mos jetë, s'mundemi ne dikon prej jashtit me e marë, por që ta shës po flasëm me emna të përveçëm, por me qënë se e konsiderojmë që ka dështu sistemi drejtësisë Kosovë. Dhe më dhënë, nëse i japëm një emën, unë nuk jam i knaqëm me nivelin sistemi drejtësisë. Ku është problemi? Definitivit nuk jam i. Por a është problemi të numrat, nuk është problemi të numrat. Jo, po të është problemi të numrat, po të mënyra që është qeverisin, edhe pa balancë. Kemi diskutuar edhe gjatë, edhe me ndërkombëtarët, edhe me Këshillin e Venecias kur kanë ardhur në Kosovë. Ata dhe na thonin, në Kosovë, në krahasim me Shqipërinë, se Shqipënia ka qenë niveli nalt i korrupsionit me nëse sistemi drejtësisë. Ki pare, kryen punë. S'ka po s'ki pare, s'kryen punë. Në Kosovë, ata thonin, ma shumë ne po ballafaqohemi me inkompetencën e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe dyta, që me thonë, jo që po korruptohen gjyqtarët e prokurorët, po ma shumë po i nënshtrohen politikës pa o korruptu fare, nështë ta, ose të fortëve. Do me thonë, munges integriteti për të ushtru profesionin e gjyqtarit dhe prokurorit. Çka na duhet neve? Vërtet një analizë thellë, shumë e thellë, me provuesi politik, çka mund të bëjmë në mënyrë që atje me garantu profesionalizëm, integritet, llogaridhënie, performancë. Këto i kemi ne të lashët kryesorë. Që ta shpjegoj shkurt që janë 10 minutat e fundit, por nëse muj me përmbyll qëndrime, çka pritet? Çka kem fola, Leza? Unë thësha, çysh ka logjik me pas Këshillin Prokurorial të Kosovës funksional, kur mrena që ati këshilli, janë prokurorët edhe është krye prokurori. Pra shefi edhe janë varësit. Gjithmonë shefi, do më thonë, në një forma po tjetër, ka ndikimin e vetë. Ideja jam ka qenë, Këshilli Prokurorial Kosovës, mos me konë krye prokurori, me qenë një bord i cili... Mirë, tash është veç antar, besnik, për para ka qenë edhe ex officio, edhe kryesuesi Këshillit. Do me thonë, edhe që është kjo punë, që është kjo punë. Para dite është me kapuq të shefit, tani aty shkon mas dite prokurori. Qa të ndërtojë qaj balanci, ku krye prokurori ka me dhonë llogarit e Këshillit. Para dite është i shefi, mas dite të barabartë, po s'funksionan kështu. Në qëtë sistemin korporativ, që pëthujnë korporatizmin... Qysh menon aleanca me Bozile? Unë mendoj, mas pari, unë mendoj që numri 7 është pak. Unë mendoj që unë mendoj që nuk është problem numri. 14 s'keta man. Jo, unë mendoj që nuk është numri, unë 7 o pak. Për një sistem të drejtësisë, i cili qëllimin kryesor e ka pavarësimin e vetë për me hetue krimin e korrupsionin e drejtësin e të birin,
Nuk mundesh me funksionu në këtë temë, për shkak se atëherë ti pe ngushton fort. Atëherë ku janë këta sojën jo prokurorit, edhe një prokuror pe merr shumicën edhe po henë në dorë të partisë. Që tu e kom problemin, masi po mang zjerë ato të funit borkut, që po të kallëzaj. Problemi jam është kë. A janë tre nën jo prokuror të shtatëshi? Që ata tre, kush jem nën? Politika, jem nën? Me shumicë thjeshtë. Veç pak. A jem nën politika? Po, kanë mu zjedhë në kuvend. Kryet që kjo. Edhe një prokuror, do më thonë, paka shumë në të mundrejsh me qeverin, të një jetën e kinë dorë pushtetit. A ke Aleonca, a ke LDK, a ke PDK, që tu e komë në problemin, pik, modelin e kom problemin. Do më thonë, me urrit sistemi i jo prokurorve, me konë këshillin prokurorial, për shkak se gjithë në dorë, ja pafshojrin, dhe s'mënesh me jek më kur. Për këtë arsye, duhet me u këthy mrapa, shpresojnë këtë kuvend, shpresoj që tret jemi në Komisionin për Legislacion, në qofë se ku me konë deputet, ku me shku në Komisionin për Legislacion, edhe qëto përse vetëm që këtë sistem më pas e ka në përqindje, për shkak se sot i ka 35,099, asë 1% se ka. Zoti Selmanaj, me juve? Unë nuk do flasë me shifra, sepse s'kemi një analiza pare i duhen aty edhe me avdhan. Ajo që është e rëndësishme, çdo kërkesë e Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor, që do të vije e arsyetuar ne do ta miratojmë. Nuk do duaj kurrë të jetë problem paraja për pavarësinë e tyre. Unë nuk e besoj që paraja është problem për pavarësinë e tyre. Unë mendoj që duhet të aplikojmë ato që është modeli i gjitha vendeve evropiane, që Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor e caktojnë vetë buxhetin. Ai buxhet vjen në qeveri dhe kalon direkt në kuvend. Kuvendi mund ta ndryshoj, por mirë është që një qasje e re për DK se kështu s'ka qenë të kaluar, sa keni udhëheqë. Qasja jonë, me që më pyete për qasjen tonë, qasja jonë e re do të jetë kjo. Që atë që e propozon Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor, ajo miratohet. E dyta, aktualisht Këshilli Prokurorial, sa kuptova, ka rreth 3 milion euro borxh, që është e pafalshme. Domethënë, e dyta është që janë dikun rreth 10 rapozita ose 100 rapozita në sistem drejtësisë, cilat nuk plotësohen për shkak se s'ka buxhet. Kjo do të ndryshoj. Tjetra, du të rriten rrogat e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Besniku përmeni rritjen në qeverinë Haradinaj, por ne po flasim për një rritje që ka ndodhur 7-8 vjet përpara, kur inflacioni s'ka qenë këtu për mosa, kështu që prap rrogat duhet rriten. Duhet rritën në mënyrë thelbësore. Rritja e rrogave 50%, që ke premtu kandidati jonë për kryeministër, do të vlejë edhe për gjyqtarët dhe prokurorët. Prokurorët dhe gjyqtarët në qeverinë e PDK-s do të kenë rrogat 50% më të larta se që i kanë sot. Do të mundsojmë që Këshilli Gjyqësor të rritë numrin e gjyqtarëve, do të rritet numri i gjyqtarëve, duhet rritet numri i prokurorëve, duhet rritet numri i bashkëpunëtorëve profesional. Unë e di që kundër argumenti që më madhon ti është që ne kemi mesatarën evropiane për gjyqtar, por nuk ka vend evropian në cilin presin me jalon për mu zgjidh. Cila është ideja jonë? Ne du të fusim njerëz të rinë sistem, gjyqtar dhe prokuror, të zvogëlojmë këtu lëndë. Këtu mund ndihmoj edhe qeveria, për shembull kontratën kolektive. Kontributin më të madh e bën qeveria dhe institucionet me mos bllokim të gjyqësorit me këto lëndë që nuk i përmbush obligimet e veta. Merr zotime, si kryen obligimet edhe masanej bën ka 3-4 milion gjyqësor. Një qeveri e Kosovës e drejtuar nga Bedri Hamza do të paguaj gjitha obligimet nga kontrata kolektive dhe këto raste nga gjykata do të hiqen. Kur shtojmë numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve profesional dhe e bëjmë këtë që thamë, qeveria e merr obligimet e veta, ne mund ta ulim drastikisht numrin e lëndëve. Kur vim në një nivel që numri i lëndëve në pritje është normal si çdo vend tjetër, çka bëjmë ne? Çush e zvogëlojmë numrin e gjyqtarëve? Ata që pensionojmë nuk i zaventësojmë, fare thjesht. Ne sot i kemi 400 gjyqtarë, ndërkohë që kena 1000 jurista që presin treg me hym punë. Na do të marr përmes një procesi të rregullt me i bë gjyqtar, edhe ata me shërby brenda sistemit. Kjo ka kosto jashtëzakonisht vogël. Por kjo sigurisht kërkon një buxhet, por një buxhet tepër lehtë i përballueshëm për Kosovën. Dhe e fundit që po të më thonë është që nëse ne ngrisim efikasitetin e sistemit drejtësisë përmes shtimit gjyqtarëve, prokurorëve dhe bashkëpunëtorëve profesional, ne i bëjmë një shërbim edhe ekonomisë të vendit. Mia lëndë në gjykatat tona janë me karakter civil vetëm. Lëndë civile, cilat kush bllokohet, në kupton që miliona euro futen në tregun e Kosovës. Edhe na duhet me po këtë, edhe si një mënyrë ku sistemi drejtësisë vihet në funksion të zhvillimit ekonomik.